Në këtë video do të flasim pak për pneumoninë. Ekzistojnë dy lloje kryesore të pneumonisë. E kemi pneumoninë e fituar në komunitet, si dhe pneumoninë nozokomiale apo intrahospitalore. Pneumonia e fituar në komunitet hasë do të thotë në popullatën në komunitet, apo tek pacientët brenda 72 orëve të para të hospitalizimit të tyre. Shkaktari kryesor i saj është streptokoku pneumonie, edhe mund të jetë tipike si dhe atipike. Ndërsa pneumonia nozokomiale apo intrahospitalore zakonisht shkaktohet nga Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus si dhe Escherichia coli, si dhe hasë tek pacientët të cilët janë të hospitalizuar për më shumë se 72 orë. Vlen të përmendet që ekzistojnë dy metoda kryesore të preventives së pneumonisë. E kemi vaksinën e pneumokokut, si dhe kemi vaksinën e influencës. Flasim tash pak për secilin lloj të tyre. Pneumonia e fituar në komunitet zakonisht shkaktohet nga aspirimi i sekrecioneve orofaringeale, për arsye se shumica e shkaktarëve të pneumonisë së fituar në komunitet janë banor të florës normale të faringut. Këtu kemi pra pneumoninë tipike dhe atë atipike. Në kuadër të pneumonisë tipike, si shkaktar kryesor pra thamë që është streptokoku pneumonie me 66% të rasteve, pastaj e kemi Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonie, por e kemi edhe Staphylococcu aureus. Kurrimi tek manifestimet, simptomat e pneumonisë tipike janë: kemi ethë dhe temperaturë, kemi koll produktiv me sputum purulent, kemi dhimbje gjoksit pleuritike, si dhe kemi dispne, pra pamundësi të ngopjes me frymë. Tutje kemi shenjat klinike, do të thotë kemi tahikardi, tahipne, kemi kërcitje të vonshme inspiratore, por mund kemi edhe fërkim pleural në rastet e efuzionit pleural. Kurrimi tek rentgeni apo tek radiografia e gjoksit vrehet konsolidim lobar tek pneumonia tipike. Tash flasim pak për pneumoninë atipike. Quhet atipike për arsye se shkaktohet nga mikroorganizma të cilët nuk mund të ngjyrosen në ngjyrosin sipas gramit apo nuk mund të kultivohen në agarxhak. E te këta mikroorganizma vlen të përmendet si shkaktor kryesor Mycoplasma pneumonie, pastaj Chlamydia pneumonie, Coxiella burnetii, si dhe Legionella pneumophilia, por mund të shkaktohet edhe nga virusët, siç janë adenovirusët, virusët respirator sincicial, pastaj virusët e influencës A dhe B, si dhe virusët e parainfluencës, do thotë 4 llojet kryesore. Sa i përket manifestimeve të pneumonisë atipike, kemi dhimbje të kokës, dhimbje të fytit, muskujve, pra mialgji, lodhje, si dhe kemi një koll të thatë, pra jo produktiv, por vlen përmendet që kemi temperaturë zakonisht pa ethe. E këtu vlen të përmendet një do të thotë shenjë klinike që kemi një disociim mes pulsit dhe temperaturës. Pra pacienti nëse ka puls normal, mirë po temperaturë të lartë, kjo mund na bëjë të dyshojmë që kemi të bëjmë me një pneumoni atipike. Në kuadër të manifestimeve klinike dhe si dhe shenjave klinike, vlen të përmendet edhe wheezingu, si dhe kërcitjet e vonshme respiratore. Po ashtu, në kuadër të ndryshimeve rentgenologjike, mund të përmendem që kemi konsolidim lobar minimal apo mungon fare. Kurrimi tek metoda diagnostike të pneumonisë, hapi parë dhe hapi kryesor është determinimi se a kemi të bëjmë me infeksione të traktit të sipërm respirator apo me infeksione të traktit të poshtëm respirator. Nëse kemi lidhje nazale, kemi dhimbje të fytit si dhe dhimbje të veshit, kjo mund na bëjë të dyshojmë në infeksione të traktit të sipërm respirator, mirë po nëse dyshojmë në infeksione të traktit të poshtëm, duhet të bëhet diferencimi mes bronhitit akut si dhe pneumonisë. Për arsye se në bazë të simptomatologjisë janë mjaft të ngjashme dhe për dallim të tyre përdoret zakonisht rentgeni i gjoksit apo radiografia e gjoksit. Nëse kemi infiltrate intersticiale, si dhe kemi do thotë konsolidim lobar, kjo mund na bëjë të dyshojmë për pneumoni. Në kuadër të diagnostikës kemi edhe testimet e sputumit, ku vlen të përmendet testimet pra sipas ngjyrosit, sipas gramit, por edhe testimet e kulturës së sputumit për diagnostikim të pneumonisë. Tutje mund të përmendet testimet antigjenike të urinës, specifikisht për legionell, po ashtu mund të përmendet edhe marrja e hemokulturave përpara fillimit të terapisë antimikrobike dhe zakonisht marrja e gjakut bëhet në 2 lokalizime të ndryshme.
Flasim tash pak për trajtimin e pneumonisë. Hapi kryesor apo vendimi kryesor është vendimi se a duhet të hospitalizohet pacienti apo jo. Kjo zakonisht ky vendim mirret në bazë të komorbiditeteve të pacientit, ekzaminimit fizik, gjetjeve laboratorike si dhe gjetjeve rentgenologjike. Më pas hap tjetër është terapia antimikrobike. Këtu pacientët ndahen në dy grupe kryesore. Kemi trajtimin e pacientëve me pneumoni të shkaktuar në komunitet dhe atyre me pneumoni nozokomiale. Në kuadër të grupit të parë, pacientët ndahen në dy grupe të tjera. Kemi pacientët jo të hospitalizuar dhe ata të hospitalizuar. Në kuadër të grupit të pacientëve jo të hospitalizuar, kemi pacientët apo trajtimin e pacientëve nën moshën 60 vjeçare, që zakonisht trajtohen me makrolide siç janë azitromicina, klaritromicina, por pastaj mund të trajtohen edhe me doksiciklin. Si dhe kemi grupin dytë për pacientët mbi moshën 60 vjeçare dhe me komorbiditete, që zakonisht trajtohen me cefalosporina gjeneratës së dytë dhe të tretë apo me fluorokinolone siç është levofloxacina. Kur jemi tek pacientët jo të hospitalizuar, vlen të përmendet që trajtimi zgjat për të paktën 5 ditë apo deri në pikën kur pacienti është afebril për të paktën 48 orë. Flasim tash pak për trajtimin e pacientëve të hospitalizuar. Këta zakonisht trajtohen vetëm me fluorokinolone apo me një kombinim të cefalosporinave dhe makrolideve, siç është për shembull me kombinimin e ceftriaksionit me azitromicin. Dhe për fund, pacientët me pneumoni nozokomiale zakonisht trajtohen me cefalosporina siç është cefepimi, pastaj me karbapenemi siç është imipenemi, si dhe mund të trajtohen me piperacillin. Pra tek ta zakonisht nuk përdoren makrolidet në trajtim. Dhe për fund krejt po i përmendi 3 komplikimet kryesore që mund të hasen tek pneumonia. Mund të kemi efuzionin pleural, që është komplikimi më i shpeshtë, mirë po zakonisht shërohet gjatë trajtimit të pacientit me antibiotik për pneumoni. Në rastet e komplikimit duhet të bëhet torakocenteza. Tutje kemi empiemën, si dhe e kemi për fund insuficiencën akute respiratore në rastet e pneumonisë së rëndë. Kjo ishte shkurt sa i përket pneumonisë.